sabotimi është i brendshëm, sabotimi është permanent, është me njerëz të Serbisë këtu, dhe na duhet me forcu edhe FSK-n, po them, duhet me forcu edhe inteligjencën e Kosovës, fort, edhe duhet me rregullu çështjet me ligj, sepse na s'kemi ligj për të godit agjenturën e dikujt këtu. Dhe është e vështirë me faktu agjenturën, sepse ata punojnë në fshatësi, ata punojnë me kode të caktuara, punojnë veprojnë në mënyrën e vet. Qëllimi i tyre është sabotimi ekonomik, sabotimi politik, organizimi i përplasjeve dhe propaganda e fuqishme që mbjell përqamjen mes shqiptarëve. Dhe kjo apo ka sukses sipas jush? Po deri tash ka pas sukses. Ajo çfarë po bën planin Serbia për ta përplasur Kosovën, thu po ka sukses sipas jush? Po, tani rreziku, po them unë, se tash kot helbin politik që po e mbjell zoti Kurti dhe vetëvendosja në Kosovë. Dhe ky helm i helbon edhe të tjerët.